A ka tratuar gjesti Eglin? Arsyet e ndarjes që po përfliten. Pas përfundimit të Big Brother VIP, dyshja Egli Tako dhe gjesti u përfolen si një çift i mundshëm, fal afrimitetit të tyre brenda shtëpisë. Ndërsa fansat prisnin që marrëdhënia e tyre të merrte formë edhe jashtë spektaklit, duket se gjithçka ka marrë një drejtim të papritur. Pak ditë më parë, rrjetet sociale shpërthyen pas një deklarate të bujshme nga një gazetar kosovar, i cili zbuloi se motra e gjestit ka një shoqëri shumë të ngushtë me ish të dashurën e tij, Diellzen. Kjo miqësi, sipas tij, ka ndikuar që Egli të mos pritej ngrohtësisht nga familja e gjestit pas daljes nga formati. Gjërat u ndezën më tej kur u tha se gjesti është takuar sërish me Diellzen dhe i ka dhuruar asaj një zinxhir, një veprim që ka ngritur dyshime për një afrim të mundshëm mes tyre në kurriz të marrëdhënies me Eglin. Ajo thuhet se nuk ka qenë në dieni të këtij takimi, gjë që mendohet se ka qenë pika që derdhi kupën, duke e shtyrë të largohet përfundimisht nga gjesti dhe rrethi i tij familjar. E gjithë kjo u pasua nga heshtja e saj gjatë ditëlindjes së gjestit, fest, miq, urime publike nga figura të njohura, por asnjë shenjë nga Egli. Ajo mungoi tërësisht, si fizikisht në fest, ashtu edhe në rrjetet sociale. Asnjë urim, asnjë like, asnjë reagim. Në një kohë ku një marrëdhënie dashurie shpesh zyrtarizohet me një postim në Instagram, hashtja e Eglit flet më shumë se fjalët. A ka ardhur fundi i kësaj romance ende të pakonfirmuar publikisht? Përgjigjja mbetet në ajër. Por për momentin festa ishte për një person dhe jo, Egli nuk ishte pjesë e saj. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!